Prej 4 ditësh Shkodra është në karantinë sa i takon tregtimit të mishit. Agjencia e Shërbimit Veterinar bën me dije se në zonën e Malësisë së Madhe janë 6 grupe inspektorësh që po bëjnë kontrolle të përditshme. Po ashtu, kontrollet po kryen edhe në tregje dhe akset kryesore të qarkut. Qarku Shkodrës është futur në karantinë dhe janë përcaktuar 2 zonat, me fjalë zona 3 km që është zona infektuar dhe një zonë 10 km që është zonë e mbikëqyrjes. Në zonën e 3 km funksionojnë 6 grupe kontrollit që bëhet kontrolli i përditshëm i të gjitha fermave ku kontrollohet gjendja shtetësore, kazhe, numri i kreve dhe gjitha problematikat që kanë fermat. Për këtë qëllim, në akset kryesore, në bashkëpunim me organet e rendit, janë caktuar grupe veterinare që bëjnë kontrollin e lëvizjes kafshëve të imta kryesisht. Përveç fermës në Postrib, nuk ka raste të tjera të dyshuara. Nga pikpamja teknike ne procedojmë duke kur kemi dyshime për smundje ne kryejmë kampionime të kafshëve dhe dërgimin e tyre në laboratorin e referencës në ISOV. Por që edhe ka nuk kemi asnjë rast të dyshuar. Për të shtunë krahas fermave dhe akseve kryesore, veterinarët janë përqendruar edhe në tregun e shëlqetit. Në tregun e shëlqetit që është një treg që funksionon në tregtinë e derave, por tregton edhe kafshë të imta një numër të kufizuar edhe me shpend, por sot edhe nga fakti që fermerët me sa duket kanë mirë kuptuar këtë ftesën time të përhershme që në momente të tilla duhen shpang lëvizjet. Në fermën e Zamir Milanit janë eliminuar 18 krerë të imta dhe është kryer dezinfektimi i zonës përreth.